trajtim drejt për drejt. Fokusohemi këto momente tek ngjarja e Londrës. Ka shkuar në 17 numri i viktimave pas zjarrit të rënë në një ndërtesë shumëkatëshe. 70 janë rënduar, fritet se ka shumë persona cilët janë të zhdukur në fakt. Ndërsa në këto momente në komunikim të drejt për drejt telefonik në lidhje me gjithë këtë ngjarje të tmerrshme që ka prekur Londrën, kam zotin Semir Leshi, është një shqiptar që jeton në Londër dhe banon shumë pranë Grataçelës, që është përfshirë nga flakët e zjarrit dhe edhe në fakt fatkeqësisht ka përjetuar një tmerr të madh. Zoti Leshi, ju përshëndes nga Report Televizion Tiranë. Përshëndetje. Së pari duhet të ndalem momentalisht ku po qëndroni ju, familja juaj, pra çfarë po ndodh edhe me ju? Neve na kanë përjashtuar nga banesat për arsye që rrim shumë afër asaj që është djegur, edhe kështu që mbrëm kena fjet në dikun tjetër, sot po rrim për rreth tu të shohim çfarë po ndodh, alo akoma nuk kena mundësi për me hyrë për vjet tona, dhe po presim për përgjigjen, kështu që nuk janë sigurt akoma që ajo banesë do still stand, si thonë, kanë frikë që do rrezohet, domethënë sigurt të rrezohet ajo, do i përfshin varet se do i përfshin ato ndërtesat dhe banesat që janë për rreth. E kuptoj, Semir. Ju në fakt banonit në një, le të themi, ndërtesë tjetër shumë pranë kësaj Grataçele, kam përshtypjen. Unë banoj po thuaj që 70 metra larg asaj. Rreth 80 metra larg. Dhe pak a shumë e gjithë zona në këto momente që ne flasim nuk lejohen që banorët, personat të shkojnë banesat e tyre në këtë perimetër sepse ka rrezik që Grataçela shembet. Kjo është situata? Okej, disa nuk i pranojnë fare, ajo që ata që janë fare, të afër aty, ose dos janë çik më larg, janë pranuar për shkak kanë shkuar për shtëpia të veta, po shumica jo, shumica e njerëzve që rrin krejt për afër, sipuna ime, akoma nuk i kanë pranuar me hyrje në shtëpiat e tyre. Në fakt autoritetet në një farë mënyrë kanë përshtypjen kanë bërë mirë që nuk ju lejojnë edhe nga frika që mos shembet e gjithë ndërtesa. Ju vetë keni frikë, le të themi, doni të shkonin në banesë apo prapë keni edhe ju frikën e shembjes? O frika është sepse ajo ndërtesë gjatë edhe jam të shumë, edhe frika normal që është, unë rri krejt afër, kam 2 fëmijë, kam 2 djem, edhe kështu që unë do të shoh për safety-n tonë, si thonë, edhe plus edhe policia, edhe këta tjerë, edhe më dinë më mirë se neve, edhe kështu që kur thonë ata jo, ne durojmë deri atë ditë që thonë është e sigurt, kështu që kështu është puna tani për tani. E kuptoj. Po çfarë ju thon, sa mund të vijoj kjo situatë, pra çfarë po bëhet dhe në terren? Akoma nuk kanë zgjedhje. Tamam, se akoma nuk i dihet se derisa të zgjasin kjo punë. E kuptoj. Diçka do të pyes, ju keni folur edhe për BBC në fakt, po si e përjetuat gjithë këtë ngjarje, kur ndodhi të paktën në atë moment që ju e mësuat dhe si e përjetuat gjithë këtë ngjarje? Okej, kjo ngjarje ka ndodhur para momit, edhe unë sa kisha me fije, që kishte gjysmë ore, 40 minuta, edhe nisëm të organizu zhurmë, edhe dhe thjerje. Unë fillimisht kujtova se janë njëri që pinë çolle, ka herë ka qef me ngrezanin, ndohë ka herë kështu. Edhe masanej, mas një pak kohësh, mas disa minuta është nizu me shumë zhurmë, me shumë thjerje. Edhe masanej dola jashtë, unë dola kur pava atje, gjitha e ndërtesën në zjarë, edhe kështu që ishin njerëzit të kërku ndihmë se s'kishin mundësi për me zbrit as nga skelete, ascensori, as nga shkallët që ishin ngel atje lartë, edhe më erdhi shumë keq, ndihet njëri shumë keq, nga që nuk ke mundësi me ndihmu kërkën, vetëm ishim ngel aty vetëm të shikiu. A kupton? Ju tentuat që dilnit nga banesa juaj me familjen, tentuan ndihmonit kënd apo le të themi ishte e pamundur? U friksuat edhe ju pavarësisht se më thatë që pak a shumë jeni 80 metra larg? Të thënë drejtën, ne nuk u friksuame. Për momentin vetëm kishim ngel të habitur, se është një gjë që nuk e shef çdo ditë, nuk është një gjë që i ndodh hera parë që ndodh dhe ngel të vend të shikiu, sapo no. Edhe nga thjerrjet e njerëzve vetëm shpresonim se ata njerëz dalin dikun. Disa nga ata nisën të lill do qarqafës, një me një, që në 14-15 që kështu, edhe të menu për me zbrit, po nga që nuk kishin shumë qarqafë bashkë, kishin ngellë në mes, edhe kështu që kishin frikë edhe me zbrit nga ajo, a kupton, edhe
gjithmonë ne duke shqipju. Njëjtën kohë kisha edhe fëmijë, 2 kalamajt u zgjuan nga zërat që të njerëzit, nga thirrjet u zgjuan edhe ata, u trembën, pak u merrsa me fëmijë, si nuk dosha të nizojë atë në fëmija me nizu ato që thjeshin njerëzit, edhe si me thonë, a kupton? Po, se mirë. Po, më rak për fëmijët e mi më shumë, më të nej. E kuptoj, diçka, dëshmit në fakt për këtë... Në prekin shumë. Dëshmit për këtë ngjarje kanë qenë rënqeth se madje thuaj që persona banor hidhnin edhe fëmijët nga dritari në që të shpëtonin nga flakët e zjarrit. Ju çfarë keni parë, le të themi, mund të jetë e vërtet kjo? Unë që kam parë, inshallah nuk e shef kush atë, a kupton, unë në filma ku e shef një në film edhe masanej, e dim që është film, po prapë të kërqeth e trupi, a kupton. Edhe ku e kam parë live, të thash edhe herë, këtë gjona nuk më kanë nëmi pa një herë, po kur e shef live, dhe dhe thanë, kur e shef live njeri unë të bërtit, të thanë, për shumë si puna një zonë aty, doli tha, please, I've got kids, dhe dhe thanë, ju lutem, kam fëmijë, me shpëtoni fëmijët, edhe, a kupton, këto gjona, këtë bajnë me përnu, si prind që jam unë, po i shifa fëmijët e mi edhe nuk dhja që të bëja. Nuk doja që fëmija e mi të vizjojnë këto. E kuptoj se... Nuk ishte që aliboni kërkush tyre. Shumë vërtet. Se mirë, edhe diçka, nuk e di prej sa kohësh banoni ju në atë zonë apo në pallat, le të themi, dhe çfarë njohurish keni? Mund këtë pasur apo jo shqiptar që mund të ishin rezident në këtë ndërtesë shumë kaçe? Unë të them të drejtën, unë nuk njoh, një njeri kam njoh. Tu, se ai ka pas, ai kishte një qenë, shu edhe unë kam një qenë, edhe nga që kur në gjerë qenin një afta, e kam taku disa hera qunin, atë gjallin, edhe aja është anglez, edhe kisha pak muhabet me te, edhe nuk e dija mirë, po nga kur ndoj këzarë shu, unë e pyta një shok ti në ngusht, i ka që në ati gja, ke një gja për te, më tha Musa, aji është në spital, e kanë gjerë, është në spital, po qeni edhe e shoqja, janë missing, a e kuptën? E kuptoj. Edhe më erdi shumë keq, dhe më thonë për familjen e tina, nga që ishte i vetëmi që nifja në tes, po një gjova në mjes fare, kur në bërën gjithë medal nga jashtë, dhe më thonë, një gjova në mjes një grua, një shqiptare, dhe më thonë, një kosovare, me të shumë, edhe ta, motën time, ta e kanë qua në spital, ta po fëmijet ta nuk mund me adet. Që që nuk e di, shala nuk janë fëmijet e sajnë ati mërëna, po i shala dhe më thonë i kanë gjithë mrapa, po nuk e di akoma se që është përgjigja dhe më thonë e asaj pyrje, si për një jo. E vetë me dhe shqiptare që një gjova se jetuan dhe aty. Nuk e di sa vetë kanë jetu aty, nuk e di asë i gjonë fare. Unë rria të afer, po nuk e di asë një. Ka që vetëm një person kam njoft aty dhe aji after life. Dhe më thonë, është në spital, është mirë. E kuptoj. Dhe asë i gjonë më tepër. E kuptoj. Semir, të falenderoj shumë për këtë komunikim drejt për drejt me Report Televizion. Gëzojmë që jeni mirë ju dhe familja juaj dhe shpresojmë që kjo situatë marrë fund shpejt. Shumë faleminderit. Pa problem. Faleminderit, ja kaloj mirë. Ishim me Semir Lesh, një shqiptar që jetonte në Londër. Rrëfeu me të vërtetë tmerrin që ka përjetuar ai, familja e tij, por edhe ata banorë që kanë qenë në këtë pallat 27 katësh në Londër që është përfshirë i gjithë nga flakët e zjarrit.